Selam aleikum të nderuar shikues të Radio Televizion Iliria dhe mirë se takohemi në emisionin ton të rregull javor ta njohim të vërtetën. Çdo të marrë me mua moderator shpëtimi senin kurse si rregullisht e çdo herë hoxhën e dashur e nderuar doktor Shefçar Konstantin. Selam aleikum dhe mirë se na erdhën. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nderuar që të kemi të pranueshëm edhe dar Zotit që bashkë jemi për një orë të tërë e ne jemi drejt për drejt në RTI, në kanalin YouTube-s të Hoxhës edhe në rrjetet sociale na ndiqni dhe na telefononi për pyetjet tuaja, përgjigjet i merrni brenda kësaj periudhe kohore pra prej orës 21 deri në orën 22. Regjia na bën me ditë tashmë se kemi vesh telefonuesin ose telefonuesin e parë dhe ne e mirëpresim. Alo, ordone jeni drejt për drejt. Selam aleikum. Aleikum selam. I kam dy pyetje për Hoxhën nëse ka mundësi. Veç urdhani, po. Pyetja e parë është me na sqaru Hoxha hadithin që thot kush e ka bringa ahiretin ose jep përparësi ahiretit, dynjaja i vjen nënshtruar. Kurse pyetja e dytë është, dishta me ditë ka qenë Hidri pejgamber, dhe është e vërtetë që është gjallë dhe ka me qenë gjallë deri në ditën e gjykimit dhe që her pas here shfaqet në tokë për me ju ndihmu njerëzve kur janë në vështirësi para në sy. Të paktën këto e kam dëgjuar me një podcast në gjuhën angleze, po dishta me konfirmu dhe për Hoxhës. Të dytën e bën edhe një sekondë. Më fal. Po, e dyta për Hidrin. Po Hidrin, po. Pyetja është, po a ka qenë pejgamber? Edhe është e vërtetë që është gjallë deri në ditën e gjykimit? Rregull. Vënë me të dy pyetje tash më përgjigjem inshallah. Faleminderit. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar e falenderoj për çdo mirësi dhe për çdo begati, gjithsesi çdo herë dhe gjithherë për mirësinë më të madhe, begatinë më të madhe për këtë Islam, që pasim dyshim është dhurata më e madhe e Allahut të madhruar, të cilën Allahu u adhuron Rabbet e tij, atyre të cilët i përzgjedh i madhe Zot për të qenë besimtar, rob të tij në rrugën e tij. Andaj kjo përzgjedhje e Zotit, të jemi në rrugën e tina, të jemi ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jemi në tariq mustaqim, të jemi pasues të Kur'anit, pasues të Sunnetit, është një privilegje madhe për neve si musliman. E themi këtë mja kujtue vetvetes, po edhe vëllezërve dhe motrave që falenderojnë Zotin shumë për këtë Islam. Falenderojnë Allahun shumë për këtë Islam. Nga se krejt mirësit, të mirat, begatit, dhuntit, mi vëndu në njërën anë të pëshojës. E tjenë që ka tjenë ato, por në anën tjetër mirësin, begatin e Islamit, gjithsesi se e amun begatia e Islamit. Andaj Allahu në ka ndëruar shumë. Pa na pasur bërq. Pa na pasur bërq. Allahu nuk ju ka bërq krijesave të ti. Krijesat e ti kanë bërq Allah. Sepse ai ka krijuar. Ai është Zoti i tyre, Zotnia i tyre, krijuesi i tyre, organizuesi i tyre, fiksuesi i tyre, e kështu me radhë. Ndërsa Allahu pe krijesave të tij asgjë nuk ka përfituar dhe as nuk përfiton, andaj nuk ka bërç ndaj tyre asgjë. Elhamdulillah për këtë din, elhamdulillah për këtë Kur'an, elhamdulillah për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Falënderimi, mirënjohja për këtë Islam, mirënjohja madhe të Zot, që jenë mirënjohës ndaj Zotit. Falënderoj Zot për këtë Islam. Është ibadet i madh. Është për ibadete më të dashur. Për ata ne fjalën e parë që fillojmë në Kur'an themi elhamdulillah Rabbil alamin. Elhamdulillah. Elhamd falenderim Zotit ton. Zotit të gjithësisë, të gjitha botrave.
Elhamdulillah. Elhamdulillah. Dhe subhanallah, kjo fjalë elhamdulillah të ngojt robit tanë ditën, qarkullon, përsëritet, elhamdulillah. Ngëzime, nhedhërime, kur të lodhet, kur të pushon, gjithë elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Elhamdulillah, për këtë dinë. Elhamdulillah. Tani, shkojmë tek pyetjet konkrete, tek pyetja e parë e motrës, hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai I cili ka breng, do të thonë ka prokupim, dynja, nuk ka për të ardhur prej dynjas vetëm sa e çka është caktuar. Pra, çmendu, shkriju, treto si kry panuj, të nga të vrapumas dynjas, anë ti nga, kaj të bëni. Vesh një sen më se harra, se prap nuk ka për të ardhur nga dynjaja, vetëm sa te që ka caktua Allah. E që dëshme kjo punë. Jesa tjetër, po ai cili brenga e tina që motra për këtë po pyet, prokupimi I tij apo I saj është ahiret. Ka me ardhur dynjaja wa hiya raqime, edhe nëse ai nuk don. Ka me ardhur dynja. Ka me të ardhur, sepse ki risk. Hadithi ja jep besimtarit një parim në jetën e tij, se si me u gjind, si me vepru përballë jetës që është I zhytur në te, dhe përballë botës tjetër të cilën e beson, I cili e pret këte, por kësa ka pa dhe ende nuk ka shkuar. Kysh me gjindëro. Pra është parim për parimeve të Islamit, parim për parimeve të akidës, të uhidit. Me që nën kuptan, ne do të me dhamë prokupim ahiret, me prokupu ahiret, me dhamë për parësi ahiret. Gjithsesi, me dhamë për parësi ahiret. Pra, dynjan duaj, anë. Mas dynjan se vrapa, anë. Dynjan kërkaje, anë. Fundja nuk e qare. Sepse kime hangër, sepse kime pi, sepse ka nevojë familja për rejteje për dynjan, sepse vetë zorit son rënjëriu. Hajvani është, edhe nga në me marrë dynjan, tek nga në me marrë dynjan. Jo insani. Pra Allahu nuk thot bëj këtë në dynjan, kur në Koran nuk e gjenë. As kur nuk e gjenë Koran, as hadith bëj këtë në dynjan, bëj këtë në dynjan. Kështu kanë thanë të krishterët një pjesë e tyne. والرهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رأوا حق رعايتها. Morgërinë shpeken që të nvet. Duke munduar ma afru të Zoti, më përkështu vetëm për ahiret. فما رأوا حق رعايتها, por nuk ja dhanë hakin ashtu siç duhet. Jo, tek ne në Islam jo. Pra, nga mas dëjas. Ani. është një sen baje mend, mëse hop hapin, mëse qëtë dynjan para, ahiret. Sepse hadithi për thët, prokopimin kryesor ahiretin. Pra, edhe në përmjet dynjas që nganti, dhe kë prokopimi jyti, duhet jetë për me fitu ahiretin, në fakt në përmjet tina të knaqësh në dynja. Knaqë, sepse kur fiton
pasunin, ti me pasuni të letësohet jeta. Letësohet jeta, knaqet robi, sigurisht se knaqet, të letësohet jeta. Por ai e ka fitu me njerëz, e ka fitu halal, e shpenzon halal, e falendron Zotin për atë pasuni, nuk e harron hakin e fukaras, hakin e mësafirit, hakin e akrabas, hakin e jetimit. Shepse këto ibadete, pra në periudhën e kësaj dynjaje, ai edhe knaqet me to, me të mirët e dynjas, por edhe me to e fiton synon kënaqësinë e ahiretit. Pra ai që e ka dert ahiretin, wallahi dynjaja ka me. O hi ragime, edhe mos dasht hiq ajo. Pejgamberi ka përshkruar këtë formë sallallahu ka qenë psikolog. E ka përshkruar sigurisht se me personifiku dynjan. Në të kuptim që unë s'po du, tash e me shty dikush, shka tek filani, s'po du me shku, ai s'po batur mas meje, o ti shka atje. Sigur se me shty me zar, e Allah e shtyn me zar, të filani, e ta bjen Allah, sepse ai është Razak, ai është furnizues, ai është Razak. Razak vetëm Allah, nuk bën pas emrin Razak filani, njeriu. Nëse njeriu nuk furnizon, Razak është Allahu. Rësk, këta rësk, këtë rëska. Edhe ajrë oksigjenit që e thith është rësk. Edhe ujë që e pinë rësk. është dhe sen këtë dënja rësk. E pranari këti rësku është Allahu i madhruar. Të barëke o ta'ala. Për hidrin, pyetja dytë. Po, qartë, por nëse është duke... Po, është, kemi telefonat. Bismillah, po se zatën pak, e mbojnë në men, inshallah. Pyetja në dytë, po. Mirpresim telefonuesin ose telefonuesin e radhës. Regjia, kemi të shkuar linjën apo është ende në linjë? E kemi në linjë. Alo, urdhoni, jeni drejt për drejt. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhoni. I kam një pyetje për hoxhën. Çfarë? Kjo puna që është për me mësu fekun Hanefi, a prish puna me mësu bashkë me të edhe akidën e edherije salafie, me mësu edhe bashkë të edhe librat e Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Selam aleikum. Aleikum selam. A shkëm tek pyetja e parë që mbetëm? Pyetja e dytë dhe gjusës parë. Po. Sa përket Khidrit, Pejgamberi është i gjallë. Po, sa përket Khidrit, ne themi në gjuhën tonë turq të përdorin Hizri, Hazreti Hizri, Khidri. Khidri është përmendur në Suratul Kahf. Tek ngjarja tek tregimi i Musaut alayhi salam. Dhe është për tregimeve më interesante, jo më interesante, po për tregimeve shumë interesante në këtë Koran. Ngjarja e Khidrit është e cekur jo shumë shkurtimisht, por jo dhe shumë në detaje, në Suratul Kahf janë 2 faqe të plota dhe një pjesë e faqes të tretë. Ashtu është cekur edhe më në detaje në Sahih Bukhari dhe në Sahih Muslim. Madje në Sahih Bukhari ceket edhe qëllimi i tregimit. Çka ndikoi që Musa me kërkua Khidrin. Në Imam Bukhari, në Sahih Bukhari përmendet se Musa alayhi salam njëherë doli para Beno Israelitve, popullit vetë, për që ligjeruar. A i ligjeran të popullit, dhe së shda pejgamber. Duke mbajtur ligjerat, duke këshilluar ata, dikush prej tyne o ngrit dhe tha, o Mus, kush cili është njeriu më i dijshëm në botë,
Musa alayhi salam pa kujtuar fare, pa one. Edhe në fakt ashtu ka qenë. Por Allah i madhruar e qërtoj Musa alayhi salam dhe i tha o Musa, është një njëri më i meqëm se ti. As karamat. O Zoti jam, tha, ku me taku ata one. Vesh të regëm kuat që kajtë të takoj, ta shat njëri të marrë pejtina dije. E Allahu i tha, atë njëri ki me taku, apo shka takoje, e takan ku bëhen bashkë 2 detet. Shumë interesant të regimi. Këtë gjare kemi spjeguar ne, alhamdulillah për Allah, kërë kemi spjegu surët Kehf, kemi spjegu në detaje, Të libri banor të shpejtës. libri banor të shpellës, dhe motra mund të gjej atë në detaje, ta shmes për kërë sepse koha nuk premton. Pastaj çfarë ndodhi, çka takoi Musa, që shkërkoj Musa pejtina me shoqëru, dhe ai tha, o Musa, ti me Musa në bën sabër. Sa i posa pa Musa, i tha, ti e Musa, pejgamberi bën Israelve? E këshyri tha, ku pe din ti? Shumë është interesant puna e Khidrit. Rëndësishme ndodhi që ka ndodhi, në fund, tha na pëndahum, unë për të regaj ty për ndodhit që në ndodhen, për se cilin veç e veç, dhe ti nuk bëne sabër, e unë të thash që nuk ke me mujt me bo sabër, dhe i tha, wa ma faaltuhu an emri, dhalike të evilu ma lem të sti alejhi sabra. Në fund të tha, kjo është komenti krejt asajna, ka në ndodhe dire me tani, nuk e kam bërë asë një nga të njarë ato që i bëra, pej me vetë nga mendja ime, atje njarën e parë, kërësorën e prishja një në shnosh, pas një arsye, njarën e dytë e myti fëmin pa hak, e Musa tha, ka bonë mërë mytë e fëmin. Njarën e tretë atje, një muri ke ka prishet e kjo e ndreqi. Pse bonë, pse a ndreqe këtë muri, kurse na ja lëpëm një kafshat bëk nuk në dhanë. Edhe kalzum që jenë udhëtarë, një kafshat bëk s'na dhanë, mujtë e mi thonë ja ndreqi, a në neve diqka, hojnë. E tha, nuk e kam bërë pe vetës time, o Musë. Kjo është komenti asaj që nuk bënë sabe. Tash kjo fjala e tina nuk e kam bërë pe vetës time, pra pe shpalli për Zotit. Qëtë fjali, apo qëtë fjes të ajetit e kanë marë ulemat, sepse ulemat në fakt jenë të ndarë në 2 mendime, rrëth të qendrët të tina pejgamber. Shumica ulemave janë të mendime se kjo nuk ka qenë pejgamber. Nuk ka qenë pejgamber. Shumica ulemave janë të mendime se Khidri nuk ka qenë pejgamber. Ka qenë njëri i mirë. Vëli pevliave të Allahut. Por ata që kanë thonë se ka qenë pejgamber, që nuk janë pak, kanë thonë se këto sahane e vesh për një pejgamber i din. Dhe Allahu shumë qartë për thot, në përmjet këti, këtë për thot. Këtë se kanë bo për vetë vetës tem, pra Allah e ka shpallë, dhe shpallja Zotit i vje vetëm pejgamberëve, andaj është pejgamber, andaj mesele nuk është e prejne, dhe motra thash pejgambereje, mesele nuk është e prejne, Allahu alem, gjasat janë që nuk ka qenë pejgamber, por njëri mirë, që Lukmani njëri mirë, Uzeri njëri mirë, evlijat Allahut Azza wa Jall. Tani, a është gjalla nuk është mesele tjetër, edhe për këtë kemi të cek mendime të ulemave në surat ke banor të shpellës, edhe për të kemi të cekur. Këto është interesant që mu ka duk s'pak interesant. Shumica Ibn Neveviu në librën e tij Mejmu,
Sharh Sahih Muslimit, koment Sahih Muslimit, thot, shumica e ulemave janë të mendimit se Khidri dhe mëtej është gjallë. Dhe Nevaviu për çudi, për mendimin e tanë gjithmonë për çudi, këtë mendim e favorizon shumë, se ai është gjallë. Dhe sa është taku me pejgamberin tonë, sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa ai e bën haxhin për çdo vjet. Dhe sa ai jeton deri në fund dunja. Por argumente tjera që i thek Ibn Hajeri, disa të tjerë. Ibn Hajeri i kthyer të gjana pak më ndryshe se Nevaviu. Ibn Hajeri thot, po mirë, hadithin në Bukhari, hadith është Bukhari, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë tha shokëve të tij, sot e 100 vjet, krejt njerëzit që janë gjallë në tokë të Zotit do të vdesin. Nuk do të më thuj ndryshe, nuk ka njeri që është sot gjallë, që do të jetë gjallë mas 100 vjetë. Që ja për kuptu se aty ka pas që kanë pas njerëzit 10 vjetë, 20 vjetë, nuk do thë që nuk e jetën me 100 vjetë. Por që ka jenë sot gjallë, mas 100 vjetë e kanë me dekë krejt. Shpallin për Zotit. E nuk e preshtaj kërkend. Nuk e preshtaj. S'tha përveç Hidrit për shkak. Po s'ka thonë përveç Hidrit. Andaj Hidri është njeri. Andaj dëmës Hidri futet në këtë hadith. Pastaj Hidri po t'ishte taku pejgamberin, po t'ishte gjallë, ai do duhet ta takoj. Po të atakon të sahabët. Se kanë lanë vetë kur do të përcilej, do të transmitohej. Sahabët kanë treguar edhe kur ka ardhur meleku Gjibril në formë njeriut. Ka hadithi Bukhari dhe Muslim. Quhet hadithi Gjibrilit. Kur ka ardhur Gjibrili, meleku Gjibril, tesha të bardha, mjekër të zezë, pamje të bukur, jo shenja të njolltarit, shkërtë i plohnosën e ndjerësitur e lodhër ju. Që kurse marrë me limuzin me kërë. A më në formë njëri ju të kërkosh nuk për njef. Kur shka jo largu, pejgamberi tha, a njeft atë që kenë? A ditë kush ka i thanë, Allah dhe pejgamberi din, na nuk i dim. Tha, a i ka ishte Gjibrili, erdhe të amëse juve fenë. Sa ja bëri disa pyetje pejgamberit për të ndëgjuar shokët e vetë. Këta metën. Gjibrili, po Gjibrili ishte. Meleku Gjibril ishte ndërruar front njeriut. Nuk ndodhet diçka të tillë për Hidrin. Andaj sufit, krejt tarikat e sufive, krejt. Sufit ngulin kam, janë kam ngulës. Se Hidri është gjallë. Komplet. Madje, është interesant se ata sjellin shembuj të ndryshëm ngjarje tregime me Hidrin. Shumë sjellin tregime ata. Veçanti të partë të tyne që ata i quajnë evliat e tyne. Ja kom pa anëre, ja kom pa zganëre, ja më ka thonë që shtohe, jo më ka thonë më dhashaj që e mune. Ty i bënjës për në ndodhë të sene kur nuk e pomë në Hidrin asë njerë. Jetë ju. Por ata i besojnë të tash, por para tyne ka ulema që kanë thonë. Mund zemër ke punë, nuk këmë flenë, për ata edhe kam cek atë në liber që mendimi jam është. Se Hidri, se çdo njeri tjetër ka vdekur. Në për njerëzve që ka jenë gjallën ata që kanë shku në qiell lartë, e që është Isa alayhi salam.
sepse është me Koran. Isa është gjallë, sepse është me Koran. Por, këta që janë në tokë, jo, Allahu a'lam themi. E mirëpresim telefonatën e radhës. Na bënë halal dorime, si gjithmonë. Alo, urdhoni. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe ju urdhoni. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Dëgjoj, nuk po ndëgjohem fort hiç, se jam veç me telefon, apo më dëgjon ti mua? Po, shumë mirë bile. Dëgjoj. Ka gjë më të sem thirr me hoxhë, se më dëgjoj që ja 2 vjet. Sakt të thonë kesh. Por zotin apo po të kujtohna. Po, vallahi, po, të thonë kesh që na ke hub krejt. Jeta ka që të hoxhë. Allah i drujt, inshallah jeni mira haqtash. Faleminderit, në rregull vjen, po më gërbet çështo. Po i di Sot që i Allah gërbet. më është me rëndësi, sot Allah më është me rëndësi, e komerën më të bëni pyetje jo rreth fes, më kur gjë, sonte jo, nëse ma pranon pyetjen, po ta bëj. Rreth që ty ne funksionarëve tonë, ndërgjë pyetje me vëmendje, rreth funksionarëve tonë, a janë tokë të bukës këta, a janë kërkun. A ka një mundësi dyqysh me i kthye se këta kokë nuk kanë. E di që veç stupci këthen, që nyshe jo. Unë po dalë për bona pak më demokrat, po thamë, xhamijat, edhe hoxhallarët tonë ka dhonë kontributin ko gjatë madhë në luftë. Ko gjatë madhë. Shumë xhamija e ndjek për okupatorit sërbë, edhe shumë hoxhallarë ka dhonë jetën me pushkën dorë. Do thëtë që tash, unë e kisha thonë që bashkësia islame e vetmja kërkesë është që bashkësia islame më që me bo një të bënd vogël rreth këtyne farë funksionarëve tonë që u bom horë para bote. E do me në hub këtë diri që kemi një tro, që ka dhonë jetën ata, që ka dhonë jetën për këtë vend, për këtë diri, e u bom horë para bote në vetë jam përëndim. A din diqka me në dhonë një apel për i qytyhet. Unë e di që dham shmirë të sikur tonëve, po ata s'po vjesin kënë, e kanë bu kryet që keqë. E më bile, me thonë për shfrejmë në atë myrën popullore, a ka në i hajmalik ta që zbut, ase një stupci, cilën me mirë me përdorë. Pyetja jeme pa konkrete është, për nderë, të respekt dhe këtyne gjëllarve që kanë kontribue, edhe atyne xhamia që jenë djekve i okupatorit, këta nuk jenë të marrë vesh, na nuk jenë të marrë vesh ku jemë. Hoqë, faleminderit, s'me zgati ma shumë faleminderit, nëse donë përgjegjë mu, nëse nuk donë, mu së të burë, jepi. Allah i ndërë. Hoqë, mirë po shumë, dhe gjohë shumë mirë për juve. Trujt zotë, respekt, Allah i trujt, në gëzove që në të netëm zanën, se truni mrena e kujtaj, truni është kryese që Mungesën e ti që sa. Truni është kryese që dëqme Allah, truni është kryese që dëqme Allah, që dëqme. Truni është La ilaha illallah, botë në vetë është truni. Po, këto s'kanë prapë, shtin me thonë kështu më shprej, se veçanti këta shkënstartë, ta një mjekët me theks veçante. Sa pak din bota, sa pak din shkenca për trubre. Aq pak din shkenca për tru, nëse mund të cilë në krahësim, se këse oqani që është i madhë, qëka din bota për oqan, qëka din njërzim për oqan për? Kuptojmë figurativ, se kurse me hi në një oqani 10 km, 10.000 metra, 90 metra e thellë, e thonë distanse 50 metra, që të i kanë zbëllu ka pak. Pështimisht, atë shkullë, ma fedë nuk diskutohet, ma thënë, ma lasdi. Pjesë ndërmuese s'pe dëshë, po se di pra. Pjesë ndërmuese që ka oqane s'pe dëshë, e vërtet. Ose nalë planetet. Që ka di njerë që ka nalë? Sa planete janë, sa qëfar që dira qëfar. Truni është, dhe që tjetë, trunin që zanë edhe këpëtan dhe që të zakam të gjumë ati. Ose zanë është i njohor. Komën si nuk del pamja, amo zani truni Ka regjistru. e regjistru. E runë, dhe tap del shfaqet. Subhanallah. I cili nuk harran. Allahu nuk harran, insani harran. Ndëruar, Allahu të rujtë faleminderit për telefonat, sigurisht se mu më dham zemra, edhe shumë bile, se çdo shtetari tjetër që ja dënë të mire këti vendi,
Unë e kom në hatë më të këtë mesele dhe kam të cekur në këtë studie bukur më të, edhe në ashtë shumë se një herë. Që na për Hemalien, bon, këta politika më se për mene, këta për një Hemali për parë dhe një gjesh me Hemali të madhe, po, ta i për Hemalien, bo, më të. Allahu i drejtoft e udhëzoft. Allahu i drejtoft e udhëzoft, Allahu i drejtoft e udhëzoft. Ky popull shqiptar, fatkeqësisht, thuje një herë 50 herë më së ladh, nuk ka tepër, njerëz, lider të cilët e udhëheqin shtetin, kombin, popullin, miletin e çojnë përpara, nuk themi se s'ka pas, por në krye që kanë qenë përpara, jo. Edhe nëse dalë ndonjë shumë i sinqert, e kanë kap për dure për kam, e kanë ngritë e poshtë, e kanë shantazhu, e kanë etiketu, e kanë përshkatu, e kanë shpionu, e kanë tralltu e tjere. E kanë pengu përses. Miletet që shto. Dashme rëkohën e turkut, dashkohën e italianit, dashkohën e gjermanit, në kohën e partizanit, në kohën e Tites, në kohën e Neverit, në kohën e Miloshit, në kohën e Ulmikut, të Uleksit, që deri këtë sot. Këta njerëz është që di. Dhe më mduke që hala nuk jemi vedjësuar një pikë. Për neve muslimanëve nuk diskutohet, kjo është shumë e qartë. Por edhe ata që nuk e kanë primar islamin, pra janë shqiptar, kanë një fe, kanë një përkatësi fetare, se tonë të e thënë vetë musliman. Se tonë vetë musliman i thujnë. Por nuk e kanë fen primare, nuk e kanë fen që kemi ne në shpirt, në të folën, në vepruar, në dëgjuar, në çdo sen mundohëm me fe. Ta se kanë. Andaj, ta kanë botën pak më ndryshe kështyrin botën. Kështyrin botën më ndryshe. Dhe mundu me kuptu ne në çfarë koncepti këta e kështyrin botën që e perceptojnë botën këta. Andaj, këta do ta kuptojnë. Se ne muslimanët besoj që kemi kuptuar. S'paku një pjesë madhe jonja. Njeriu duhet të jetë i bindur, i mishruar, që interesin shoqëror ta vënë në rand të parë. Jo personal, që personal individual më shoj X. Sikurse në luftë, shembulli më i mirë është lufta, dhe luftë nuk e kem që 100 vjet na. Njeriu ku shkon në luftë, për çka duhet të shkoj? Nëse në luftë ka që shkojnë njerëz për emën. Gjithkund botë. Në çdo luftë në botë. Ka që shkon për emën, ka që shkon për grada, më ngrisin lufta, e ngritë, për general nuk e bën paça. Po është nuk bën general, e zën bat. Në luftë bëhet ai. Sikurse të kundërta, në luftën bëhet doktor shkencë, do të më paq, me shku më ullë në karrik, me nëzë karrikin bëhet doktor shkencë, në akademi atje, institucion akademike. Po dhe të kundërta, në bëhet general, a i do të më shku në luftë. Pra, ka që shkojnë luftë për grada, ka që shkojnë luftë për emën, ka që shkojnë luftë që janë trima, edhe ka qefaj me të rëgut rimnin e vetë. Po ka. Por, jesa dërmuse njerëzve shkojnë në luftë për një interes të madhë, me shliru vatanin, me largu armikon, apo ndoshta edhe me okupu troje tjera, që shkanë vepruë fëqit në për kanon të botës, në çdo zaman. Pra vetë me vdek, nëse është nevoja, me vdek vetë. Apo? Nëse është nevoja, me vdek vetë. Me metë pa kam, me metë në balet. Që e bje kjo? Që i bje interesin shoqëror me që përpara. Interesin popullit, miletit, që është njësë. Që i bje kjo? Edhe nëse nevoja vetë, me sakrifiku. Andaj, ai që shkon që jam mësyn politikës, karrierës, politike, më bëtë deputete, minister e tjere, dhe nuk jo ka këtë pare në parasysh, e që shqipë këta tunë se kanë. A nuk e kanë? Nuk e kanë! Ati njeri jo hajrin, së një shë.
Së një shë hajre atina. Së një shë se nuk e hy për popull aty, nuk arë, dhe ka arë për veti bre. Për ata këtu shfaqet korrupcioni, këtu shfaqet klanizmi. Lanet të caktuara punojnë, edhe mbrana një partije, për interesat veta, këto. Për është që ky interes, për është ky parim, i po mnalt përfitojnë, bohëm dikushe. Pse të pacarë për të këmë po dikushe të ja? Në përmjet postë të më bo dikushe. Nuk mund është dyat. Që dohet me punu për shtetë. Puna jote vetë, sakrifica jote, mundi jote, djerës tua, kanë me bot njohër më s'ki dërë. Që ky farë ngërqi politik të qua e shto, nëse kem të drejt, është rezultat e egove, unit, të pangopur, lakmist madhe për pushtet për karrik, e jo për me quva tonin për para. Dhe si rezultat, sën populli, sën vendi, edhe brenda për brenda, po edhe në arenën ndërkombëtare, shumë procese na ikon, vanohëm, me një fjallë bëmë horë para dënjas. A këta që kanë gale për horë, se prap me shku në zgjedhje, prap njëjtit vinë këta. Ta prap vinë, të mashtrojnë, të rejnë, të kanë gale për atë punë, se rënë të ta është halal. Nuk ka në politikë rënë haram. Nuk ka haram. Të ta është haram e halal dhe këtë njëjtër. Dhe popullin mashtrohet, nga në përmas, mytët i nga përmas, mja dhonë vota tapeti ati, këti. Dhe apet e njëtës kënar për sëri. Në halë tjetër e një zingjiri, një halë, a zingjiri njëjtë është. Dhe jemi ku jem, apo që të them tjetër. Zotin a drejtoft, nuk po du me folë për të, por me qesë kë vlau pak, jo që ngulli kam, por falë më së tot, s'kem që më tutna për këtë mesele. Jo është të drejtë çdo qytetar dhe këtë shofin të tanë, edhe fëmija shofin, këtë nanat tona 80 vjetë që shofin që s'kanë, që nuk din shkëri me lexim. E popullët në sen që duket kalaz nuk dënë. Nuk dënë, sepse nuk jenë të në gjendje, asë një marë më thonë, o ju njerës, e ke fitu po 4 vjetë, unë kom me folë qatë shakeq. A, me të pengu kur për jetje. Qatë shakeq, sepse është detyre jeme që këta e qua në politikë opozit, kom me folë. Amo e ke fitu, grahibur. A që ke punë? Ke fitu. Për hatër të vatanit, në dosh nuk du, nuk pajte politikën tonë, strategjin tonë, e tjere planet tua që ke zhvillimore tjere, por e ke fitu lara hatone. Grahi. Unë më ndaj me kanarë, kësha punu më ndryshë se ti. Kështu të tjenë. Të tjenë në gjdo sektor. Për shambull ti e në arsim. Në arsim e me dhonë. Dhe ta caktën diko shefin tënë, që të simbas teje, apo me, apo kolegëve tjerë, nuk ka qenë me meritori. Por për dire sa është caktuar, shefin një sektori, një departamentit, një drejtori një sektori, atje, qoftë spitalet, qoftë fakultetet, qoftë atje, ja ata është do të respektoj. Ratër të institucionit, interesit shoqëror, interesit miletit dhe të respektoj. Ajo zxedh. Andaj do të respektoj. Shkan për para institucioni jonë. Qëllë dhe qoftë, ersimore, shëndetësore, kodionit. Pra këtheja sillë, problemi është tek ne, në gjene tona, në mendje tona, në zemrat tona. Mileti ka nevoj për vetë. Ta një qohen këta laikat edhe islamofobat, e përmene këtë të fundun falë që përmene këtë për punë gjallarve, gjamijave tjerë,
dhe akuzojnë fenë, dhe akuzojnë hoxhallarët, po Zoti është i madh, ti kofshin falë. Në fakt, po t'ishtë elementi fesë të ta. Apo po ta bishen në vend ty një njeri i cili ka frikë Zotit. Pasha Zotit në ryshe. Në ryshe me pra. Sepse ai që ka frikë Zotin, interesin personal, nuk e qëtë parashti. Pasha Allahi nuk e qëtë. Wallahi të me pare të shtetit nuk i të drejt me bëlloks. E ke haram. E ke haram, billahi e ke haram. Me pare të shtetit, sigur se të një hëgjallar rësha, me pare të baku, zëqatit, të azami, basin islam është kanë dikush në zëqatit një. Tamam? Ka të drejt basi islam me bëlloks me pare zëqatit ta? Jo, pashallah. Qoftë hoxët, qoftë. Kush do qoftë? Qoftë individ, qoftë. Ose këtu shaqata që më ledhin ndihma zëqatë ku ta dion. Kanë të drejt me paret, imanve, zëqatët të sadakase me bolloksa. Ka të drejt fetarishta. Qonë pëpënon të shërptori je. Të je shërptor, vë zotni, tani në shërptor, na. Fundja ke përnu me dëshira, detyrë ta kemë punu dikush. Ja kemë përnu me dëshirë. Andaj, qo emanetin vend. Qo emanetin vend. Qo shtetin për para. Allah në drejtu, në falni se zatu. Amen. Zatu. Ne për të falendëruar sponsorët edhe ata që bëjnë reklamën e vëzësave të tyre në televizorin tonë, po shkputim me pak pauzë, po pak reklam, por të thyrë pas pak me pjesën e tyre, ju qëndrani me. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Pastaj për të vazhduar në dhënien e përgjigjes në pyetjen e tretë të pestën për sonda, për të vazhduar këtë emisionin deri në orën 10. Inshallah, ne presim telefonatën. Alo, urdhoni. Selam aleikum. Aleikum selam, jeni drejt për drejt, urdhoni. Jam një xhamat i xhamis, Vizion Freiburg të Gjermanisë, edhe pyetje për hoxhën nuk kam, veç e kam një kërkesë për ndonjë këshill prej hoxhës për një sfidë që e kem këtu në xhamin në Freiburg të Gjermanisë. Në përgjithësi si xhamat e kem një sfidë apo edhe një brengj që jem tu ballafaqu për kompletimin e financimit të xhamisë këtu në Freiburg Gjermanisë, ku i ka më shumë se 2 vite që e kem objektin e xhamisë për herë të parë këtë, ku veç e kena bo një kontratë për 1.5 milion euro, mirë po vetëm gjysmë e saj është pagu për momentin. Edhe dikon kanë mbet dikon 890.000 euro për pagesë, domethënë që nuk është pagu. Për këtë arsye, po rrezikojmë edhe me humb komplet objektin, domethënë që është objektin rrezik. Lutja jonë si xhamat është që me na jep në një këshill hoxha se qysh mundu me te kalu këtë sfidë apo edhe me i bo apel krejt atyneve që kanë mundësi me na ndihmu me përfundu pjesën tjetër të financimit që mos me humb objektin komplet. Kjo ke për meje, ma pun halal nëse veç e zgjata pak. Selam aleikum. Aleikum selam, Allah i letësoft. Aleikum selam wa rahmatullahi barakatuh. Nuk e zgjate, por na gëzove, pak na mërzite, jo shumë, por na gëzove që shqiptarët, dhe të tjerët, në Perëndim janë këndell dhe për çdo ditë po vetëdijsohen më shumë. Për çdo vit po vetëdijsohen më shumë. Pjesë e këtij vetëdijsimi është edhe organizimi, tubimi e komunitetit atje për ta marrë ndonjë objekt për ta shndruar në xhami, apo për ta ndërtuar xhamin nga fillimi. Ju veç e keni filluar, e keni startu,
Objekti, po kuptojmë se qenë ka lagin I shumë, jo e vogël, nivelin e gjysë apo sa Milion e gjys, 900 po, diçka kanë bërë që. po një pjesë e pas një la, nivelin e gjysë apo ta sa ka meta je 2/3 apo sa kanë mbetur, përballë gjithë atij komuniteti që është atje nuk janë shumë. Të mirë përmendni është një sfidë, po është sfidë. Jeni të sfiduar, pra jeni në sprovë, apo mbaheni, apo po dorëzoheni. E që I nderuar, punët e hajrit, fillimisht, punët e hajrit, dojnë mund, sakrificë, sabër, dojnë vazhdimshmëri, mos më dorëzo, por me vazhdu, me shpresu, me punu, me hecë këtë drejtim, derisa të kryej çfarë punë më. Por do të qoftë punë madhe në jetën e insan, jetën e njeriu. Punë që janë kolektive, si puna e xhamisë, janë më të lehta, sepse ta në mbajnë ka pak përgjegjësinë. Kur shpërndahet përgjegjësia në një grup, të gjithë anëtarët e atij komuniteti, atij grupi, letohet. Tani, këtu do ta kem parasysh, juve që keni, por m'ja kujtu, me qenë se kë kërkej një këshill, m'ja kujtu juve si kryesi, po atje dhe si xhamat. Po edhe të tjerëve, shqiptarët e tjerë, që janë në qytetin e ju, po edhe vëllezërve tjerë musliman që na ndëgjojnë, na kuptojnë, qofshin komuniteteve tjera që na kuptojnë, ruhen tonë. Kudo që dëgjon, të ndërtohet që është duke ndërtuar një shtëpi e Zotit. Mos u kujto 2 herë. Mos u mat 2 hera me shtit dorën në xhep mos më. Mos u mat se herën e tretë kam ta mujt shejtan. Mos u mat 2 herë. Herën e tretë kam me depërtu shejtan kam ta mujt. Do të me fillu për juve atë. Nëse keni 200 antar, 300 antar. Mirë, 300 antar. Çka bëhet me thonë ka 2000 euro vetë. A zënë çka bëhet? Për momentin, se momenti është I ndishëm, një jetën tonë një herë me dhonë 2000 euro, bojnë 600.000 euro. Po? Me të lyp ty e 2000 euro dikush, ty që janë tari xhamisë, me të lyp 2 euro, qifte jam me jytit dikush, që na njeh ose njofëm kena me ke daje, shake të tjerë, këto që janë në Kosovë, poshtë Ballkan. Mu të tek me thona me 2000 euro, me e bërë që të kthej jam shumë zërë. I gjani e jep. Jepi Allahot pra. Jepi Allahot. E Allahu ka thonë, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Ata që japin rrugë të Zotit, o shembullat që japin rrugë të Zotit, sikur që shembulli I një kokë gruri, dhe të cilit bin 7 kallej, e çdo kalli ka 100 kokra, apo 700. E një kokërë, bërë 700 kokra, Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allahu ja shumë fëshan halama shumë kujtë të danë. Jep 1.000-2.000 euro, Allahu të bën 700.000 euro, është problem lera tje. Të shtën edhe ma shumë. Sepse hinë edhe, nëse vapë është problemi, hinë edhe vullneti I madhë, hinë edhe dëshira e madhe, hinë edhe qefi madhë me patë xhami ka kryhet, e ka I bin në segjde musliman të madhe të Allah. Kur të mendohemi për xhamia, nuk do të mendojmë vetëm si objekt
me pas një xhami, jo. Ai është pjesë e vogël e kuptimit të xhamisë. Xhamia është institucion vetë. Ka dikun që të përshon shpirt më shumë se në xhami? Jo. Ka dikun investim që mundesh me dhanë më të hajri se sa në xhami? Ka sadaka rrjedhëse diçka më të dashur të Zotit se sa me dhanë në xhami? Ka sevap më të madh se sa më bën njeriu sebeb shkak e mi bashku musliman të nesër pas nesër me lanë një hajrat atë. Ne vdesim e shkojmë. Por objektet sadaka rrjedhëse mbesin. Sa njeriu atë udhëzohet, sa njeriu i largohen brengat, sa njeriu qetësohet. Xhamia të largojnë brengat, xhami është. Xhami nuk ka njeri i cili shkon me kallabllak strese. Mja mat me qute në rëpsiatri, e mja mat stresin dikujna, me dalë pëse tensioni që në 50-60 të mjeku, edhe ai që ka atje stresin shumë të lartë, me që në xhami, edhe heq më s'koftë të ders ligjerat. Bes me shtin xhamije me bu pak laftë të mull, pak me dika në skaj, një muhabet, apo me 4-4 veta që janë duke nejtë në xhami dhe me shkun bashkan gjithë atyne, me ngu qa pëthojnë dhe herë më kyç me ta në biset. Ma tja atina stresi kur del, për që shikaro. Xhamia është zemra, shpirti besimtarit. Çfarë jete ka besimtare nëse nuk shkan xhami, nëse nuk ka xhami që e treket derën e hyn mrena këta shpirtin. Qa të vytë thunë ndryshe, çfarë kuptimi ka jeta në atë qytet atë, në atë fshat, në atë vend, ku nuk e xhami. Aja kena bërç Zotit lartë një qiell për këtë islam që na ka dhanë për balë të islami, me dhanë për Zotin me mundu me bu një shtëpi të Allahut. E pejgamberi Zotit ka premtuar se ai që ndërton një shtëpi të Allahut, ka për që ndërtuar Allahu një pallat në xhenet. Ta në dojmë xhenetin. Madje ai ka thonë, edhe qofta i shtëpi sa një kasole shtëpi e zogut. As kasole sot ai, shtëpi e zogut. Shtëpi e zogut, sa të shkruaj kompjuter. Shtëpi e në me vogël e zogut. Dhe nëse aq është, po me ndërtu Allahu një pallat në xhenet. Imagjina jep 2.000, 5.000, 10.000 euro, kush ma shumë, kush ma pak, zeqatën e sadakon, këtë të mi dirë. Këtë mi dirë, zeqatën, sadakon, këtë mi dirë xhamia ty. Ti dhe, që të 2.000 euro që e ceka se janë të arë xhami. I ke harru. I harran insani se të kapit dyja, të lashe dynjas. Zote si harra. Ti vdi që edhe djelë tu të harrojnë. Se nipat, për vallahit, harroj. Sër nipat, do të më kujtu shumë që ka pas babgjysh e emnin. Ka gjaga do të më kujtu që ka pas emnin. Se din heq, emnin të kanë harru. La ilaha illallah. Amo te ke bo një hajrat atje. Shumë pak e dhanë. Por ke dhanë dhe nduhur. Edhe hecaj, hecaj. Me 100 vite hec. A wallahi nuk të manë me nëkush me 100 vite. Nuk të manë me nëkush me 100 vite. Andaj, kërkesa jam, apo apeli jam, apo qëshdush që uje mesajë jam, atë qëshdush. Për ata musliman që janë atë në xhami, për ata që janë rreth, ata që janë që janë të gjojnë në Gjermani, dihmoni në për xhamia ku në të gjani. Dihmojnë njerëzve. Dihmojnë njerëzve kënë dihmue vetë vetës. Jeni ngritë Allah. Jeni që keni investu në diqka që keni mja pa hajrin mësë shumëtit në dynjat se lemu në herët këtë dilin para Zotë. Ja. Kjo është tregti me Allah. Unë të dinit janë tregti me Allah.
janë tregti me Allah. O Zot jam, unë për ty këtë, e ti mu të din që me, edhe ti lëpi Allah, të barek, lëpi që ka të dush, të barek. Allahu ju nderoft, ja Rabbi, ju atë ju shpërbleft, e letësoft ndërtimin e përfundimin, e hapjen e asaj qendre atje, e ju bëft të bashkun, të unifikun, dhe model për unitete, për vëshmërije, bashkime, vllazërime, e punë të hajrit. Edhe për ju atje, si komunitet, edhe për neve ka vellindjen ju, ku e kini Allah i nderoft. Faleminderit. Amen. A i përgjigjën pyetjes së tretë, hosh, ku tha gjatë studimeve të fikut Hanefi, a bën me mësu dhe për fikun Selefi dhe për librat e Abdul Wahhabit. Po, ishte një pyetje e tillë, po. Që fiku është. Fiku Hanefi është fik Hanefi, është madhhabi i parë, më i përhapuri, është madhhabi i Ballkanit tek ne, i pranuar botërisht që 13 shekuj parafërsisht. Ai që njeh madhhabin Hanefi, po dhe ndonjë shkollë tjetër juridike që të qoftë, për anë të fikut, për anë të jurisprudencës, është shariati, është jeta e insanit. Në fik dhe me thonë jeta e insanit të krejt. Fik është jeta e insanit. Akidja besimi është çështje e brendshme e shpirtit, besimi. Besimi është abstrakt, konkret. Apo, ndërsa në fik kemi gjëra abstrakte, kemi gjëra konkrete, shumica konkrete. Marrja abdeste, pastërtia, namazet, xhamia, është konkret, është fik. Debati jonë, biseda jonë, përgjigje në pyetjet vllaznive, motrave është fik. Këtë fik është. Këtë jeta e njeriut prej ndjep dhe para se më lind, dhe të lind, dhe pasi të lind, dhe deri vdes është fik. Për ata, a do të më pyetna që varroset insani? A që ngrejmë që është e gjujna, apo ka regula? Ka ma regula dhe regula strikte. Fik, shariat është fik. Më varros insani. Bla, ka regula, ka ma se des insani. Deres tek ajo që qysh minimune ati që ka vdek. Minimune ati që ka vdek. Këtë ka fik është. E shef? Ndaj fik është fik. është jetë e insanit, është mënyra të jetuarit. Përsa akidja është besimi. Është besimi që është baza, sepse pa besim të sa dush bënë burri mirë, pranohet e Zotës, krymë punë kur gjo. Punën e akides, tauhidi akidja, është akidja pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, akidja e sahabëve. Besimi. Akida besim, bindje, besimi, e sahabëve. Të cilën e kanë zbërthy, e kanë transmetu, katër imamat, mu këta që kanë mëdhëhebet, e që për kohën e tyne e ndjetarët më të famshëm të kohës, me shumë shok të tjerë gjenerat, pjesë e kësajna, është akide Imam Tahavijut, i cilin fillim atje thët, kjo është akidja, pra besimi, bindja, e imamit Ebu Hanife, Ebu Jusufit, e Muhamedit, dhe aty që kanë qenë para ty. Dejti pejgamberi sallallahu alaihi. Dejti pejgamberi. Librat e Muhamedit Abdul Wahhabit, për që shetë besimit, qatë rrugën jekin. Po nuk jenë të vetmet, ka dhe ti. Po. Përfundoj me pyetjen e dërguar me shkrim hoç, me leje kështu thot, a lejohet kur të lutemi për fëmijë që të lutemi edhe për gjinin, ato që ne duam që na flen neve më shumë se gjini. A bëjmë gjëna nëse lutemi edhe për gjinin e fëmisë? Jo, nuk bëjmë gjëna. Nuk ka arsye me bëjmë gjëna. Ne kem të drejtë me u lut
edhe dëhet më lut, më na fal Allahu e vla. Tani tek e vlat, këtë drejt më lut, më të falë Zotë djem, më të falë Zotë bajsa. Ose djem dhe vajza. Pra në këtë rast, më lut për gjini. Po është të keqja këto, më lut, po është të keqja. Dikush që ka 5-6 djem, e do një vajzë. Dikush që ka 5-6 vajzë, e do një djem. Po është të keqja. Për evlad, o lutë pejgamber të Zotit. O lutë pejgamber të Allah. O lutë Ibrahim a.s. O lutë Zakaria a.s. Dhe Allah, e kënë Koran. Lutin e Zakaria. Allahu edhe për besimtarët tha, në suratul Furqan. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. O Zot, na furnizon neve, na jap neve gra të hajër, po edhe vla të hajër, pasardhës të hajër. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Vata të cilët thonë, o Zoti jonë, o Allah, na jep neve bashkëshort, gra, të cilat na bëjnë të ndihemi të kënaqur, po edhe vlagje. Në vlad. Andaj robi, lutet, ose lutja për vlad, është edhe instikti insan. është instikti insan. Të lutet me falë Zotë e vlan. Pastaj kur të falë Zotë e vlan, lutet më bëj hajrit e vlan. Po varësisht formën e lutjes, si e bën dhe kujtja drejt. Për shembull, komunistët haptazi, a janë deklaruar ateist? Haptazi. Po, mirë. A ka egzistu të ta lutja, nuk ka egzistu. Çdo komunist të lutë. Edhe në publik, edhe në vetë vetën e vetë. Lutem që kë fëmi dele harit, lutem që kë... Që bje kje? I gajta tine, e kësa. Që bje kje? Ose ata që janë pagan. Ata i luten, por i luten zotave tyne që ata i adhërojnë apo i madhërojnë. Ka dhe thot kja? Kjo dhe thot se është instikti insanit. Lutja është instinkt. është natyrshmëria e insanit. E lutja tani përfshin kërkesën për shëndet, lutjen për shëndet, lutjen për një mirëqenie, lutjen për bashkëshorte, lutjen për evlad, lutjen për rrezik, apo për atë pagant, a nuk luten a? Që nuk luten pagant? Ta për lutje sakrifikojnë e prejnë kurbana, ku ta diju në vujtë. Që më, i rënime muslima. Pra bën më lutë gjithësësi dhe shparblet robi më lutë, dhe lutja është ibadet. Lutja është ibadet. Ne edhe lutim në dhënë Allahu dy janë, pjesë e dynjas është edhe vlad, po të njëjtën kohë edhe me lutje afrohemi te Allah. Sepse Allahu na ka urdhëruar me lutë, dhe kur na urdhëron bëhet diçka na shpërblen për të, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa hadithe se lutja është ibadet. Lutja është ibadet. Është adhurim ibadet. Andaj ne lutemi dhe kërkojmë për Allahut që të na pranon i madh. Ka shpa të personte, Allah shërbleft. Faleminderit. Këshillë dhe gjërat. Në mbesëm e shpresë që kemi dhënë hakon, nëse jo atëherë mirë presim telefonatën me pyetjet tuaja të ejtën, inshallah dhe atëherë selam aleikum dhe mirë mbetësit.